Rrugët e së ardhmes fillojnë nga një ide. Nën këtë moto, të rinj të shkollave të mesme dhe universitete u bën bashkë në konkursin Transport, Siguri dhe Inovacion të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ide të shumta inovative u shpalosën në këtë konkurs, duke filluar nga vijat fosforeshente në akset rrugore ku ka mungesë ndriçimi, po ashtu vendosja e Smart Pass për të pasur një bilet digjitale për transportin urban dhe vendosja e helmetave inteligjente. Na ndihni për të kuptuar të gjitha idetë e shpalosura ditën e sotme dhe mbi të gjitha se kush do të jetë fituesi i këtij konkursi. Ide brillante të shpalosura sot nga të rinjt, si erdhi ky aktivitet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe do të ketë edicione të tjera në vim? Përshëndetje. Atëherë, ky është edicioni i dytë i konkursit Transport, Inovacion dhe Siguri, i organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, i cili synon incentivimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve, studentëve për të kontribuar në përmirësimin e transportit dhe sigurisë rrugore në Shqipëri, nëpërmjet ideve kreative, teknologjive moderne dhe propozimeve të reja moderne pra nga të rinj. Dobësh të re nuk do ndalet vetëm me kaq, por do të vijojë edhe në vitin e dytë, në vitin e ardhshëm me edicionin e tretë, ku ftojmë të gjithë të rinjt të përgatiten gjatë këtij viti, pra të gjithë të rinjt të shkollat e mesme dhe universitetet kryesisht profesionale për të aplikuar me ide inovatore të reja në kuadër të përmirësimit të transportit, të infrastrukturës dhe sigurisë rrugore në Shqipëri. Dobësh të reja paralelisht ka dhe projekte të shumta për të rritur sigurinë rrugore, por edhe edukimin e brezave të rinj, apo jo? Patjetër, në fokusin e Drejtorisë së DPSHR-s nuk është vetëm ofrimi i shërbimeve, por është gjithashtu dhe edukimi. Ne kemi një program të çantë i cili realizohet nëpërmjet organizimit të eventeve të edukimit në kuadër të sigurisë rrugore në shkollat dhe kopshtet jo vetëm Tiranës, por gjithashtu edhe në gjithë Shqipërinë. Ku shkoni dhe bëni disa mini qytete dhe i orientoni orientime, madje jo vetëm orientime në kuadër teorik, por gjithashtu edhe në kuadër praktik, duke inskenuar pra disa skena të transportit, pra në rrugë, me sinjalistikën vertikale dhe horizontale, me qëllim për edukimin e brezit të ri, dhe brezit të vogël kryesisht. Ju falenderoj për kohën dhe uroj që edicionet të tilla të ketë më shpesh dhe aktivitete që i afrojnë më shumë të rinj drejt sigurisë rrugore, por edhe drejt ideve të tilla inovative. Ju falenderoj edhe juve dhe ftoj të gjithë të rinjt përgatiten dhe të vinë me aplikime të reja për vitin e ardhshëm për edicionin e tretë Transport, Inovacion dhe Siguri. Faleminderit. Faleminderit. Adriana Dinellari, studente në Universitetin Politeknik të Tiranës, do na tregoj pak më shumë rreth idesë së saj sa i takon vendosjes së vijave fosforeshente, apo jo? Përshëndetje, unë quhem Adriana Dinellari, studente në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës, dhe sot solla një risi, pra një ide për vijat fosforeshente në infrastrukturën rrugore shqiptare. Është një risi që do të ndikonte për gjithë përdoruesit e rrugës, për reduktimin e aksidenteve që neve kemi sot në një shifër shumë të lartë që hasim në përditshmëri. Është ende në fazë ideje, apo jo? Është ende në fazë ideje, por që po mundohemi që kjo ide të mos mbetet vetëm këtu, por që të marrë dhe risi në hapat në vazhdim. Jetë një risi në zhvillim. Sa i takon kostove krahasuar dhe me vijat normale që ne jemi mësuar t'i shohim në akset rrugore, çfarë ndryshimesh ka? Atëherë, vijat normale që ne i kemi aktuale dhe sot është që kanë një kosto të ulët, por që kërkojnë energji elektrike. Por vijat fosforeshente kanë një kosto fillestare të lartë, por më pas ato kanë një reduktim të energjisë elektrike. Pra, thithin dritën e diellit gjatë ditës për shkak të pigmentimit fotoluminescent që kanë, për të përthithur dritën e diellit gjatë ditës dhe reflektojnë atë gjatë natës. Pra, rreth 8 deri në 12 orë. Gjë që do të ishte një përmirësim jo vetëm për mjedisin, por edhe për sigurinë publike gjatë natës, por edhe motit me shi. Më trego pak si u njohem me këtë konkurs, pra me organizimin e këtij konkursi nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. U njoha përmes duke ndjekur në faqet e rrjeteve sociale Instagram, ishte vendosur për këtë konkurs Transport, Inovacion dhe Siguri. Dhe mendova që kjo ide nuk ishte vetëm tani që e mendoja, por po prisja një moment për ta sjell dhe ja ku e realizova sot.
dhe që nuk do mbetet vetëm këto siç e thash, por do jetë edhe njëjësi për në vazhdim. Pat emocione gjatë shpalosis së ditës tënde? Po, kisha pak emocione, sepse normal që para disa personave të shuar nuk mungojnë emocionet, por që i menaxhova mirë. Edhe projektet e tjera, si t'u duken, edhe të konkurrentëve të tjerë? Interesante, tani le të presim fundin. Se kur do të jetë më i miri, unë siç e thash, kjo ishte një ëndër që unë dora ta realizoja, ta sillja një projekt të tillë këtu, por edhe nëse sfitoj, unë prap kënaqësinë e mora, arrita të Keni shitoja. krijuar një ekip për këtë projekt? Jo, është projekt i realizuar vetëm nga unë. Unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit, kënaqësia ime. Faleminderit. Projekti Smart Pass ishte një tjetër projekt inovator në këtë aktivitet, i cili pritet të jap një zgjidhje inteligjente dhe digjitale transportit publik. Më trego pak më shumë rreth këtij projekti. Atëherë, projekti Smart Bus Albania është një projekt i cili synon të bëjë digitalizimin e blerjeve të biletave të autobusëve dhe ky projekt synon që të kemi një integrim në Bashkimin Evropian dhe suporton të gjithë termat dhe kushtet e Europës për integrimin digital të projektit dhe të transportit publik. Ju në çfarë shkolle studioni? Ne studiojmë shkollën Herman Gmeiner, është një shkollë profesionale për teknologji informacioni dhe aty kemi marrë gjitha këto aftësi për të zhvilluar këtë projekt. Ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Si jeni, unë jam Gjurian Shaba, themeluesi i Lukap Parking. Ne po sjellim revolucion në mënyrën se si bëhet parkimi urban dhe ne shikojmë një mundësi bashkëpunimi me DPSH-ra. Para se të fillojmë, ju ftoj të imagjinoni një Tiranë ku parkimi nuk është maks, e di, shumë imagjinat dhe vështirë, por është i thjeshtë dhe pa stres. Me Lukap, garazhet boshe kthehen në mundësi reale fitimi, kurse një trafiku kthehen në një kujtim të largët. Për qindra përdorues që përdorin Lukap sot, ky është realiteti. Por për përdoruesit e tjerë që nuk përdorin Lukap, faktikisht realiteti është shumë i keq, shifrat janë alarmante. Studimet tregojnë që një shofer harxhon mesatarisht 13 minuta duke kërkuar për parkim në Tiranë, rreth 30% e trafikut vjen si pasojë e kësaj. Për te kësaj kemi dhe pasiguri sepse shoferët kur kërkojnë për parkim, ata bëjnë këto fenomenin e quajtur cruising, që vetëm skanojnë majtas djathtas nëpër trotuare, ndalojnë pa pritmas edhe krijojnë rrezik të vërtet për si përkëmësorët dhe për ciklistët. Dhe këtu vjen Lukap, ne çfarë bëjmë ndryshe nga gjithë aplikacionet e parkimit që për efekt nuk ekzistojnë në Shqipëri është se ne inkorporojmë gjithashtu dhe hardware-in. Pra me Lukap unë si shofer shkoj, rezervoj dhe kur arrin në paguaj online dhe kur arrin në hapësirën e parkimit, unë ul bllokuesin e parkimit. Gjithashtu ne kemi një rrjet të hapur të ofruesve, pra ne kemi 2000 poste në Tiranë dhe shtojmë dhe postet e bashkisë, unë si një turist vi dhe gjej parkim vetëm nga një aplikacion pa shkuar disa. Dhe për Bashkinë e Tiranës dhe për bashkitë të tjera jashtë Shqipërisë që ne kemi disa diskutime aktive, ne kemi një modul AI që agregon dhe përpunon të gjithë të dhënat e shoferëve, e rrugëve të zëna, e eventeve, e motit dhe i sugjeron bashkisë si ndërtoj rrugë më të mira dhe një qytet më smart. Patjetër që ky event është për sigurinë, kështu që le të kthehemi edhe një herë dhe diskutojmë për sigurinë. E përmenda efektin cruising më parë, tregojnë studime psikologjike që një shofer ku po kërkon për parkim, faktikisht ai nuk është i fokusuar te rruga, por është i fokusuar në trotuar, majtas djathtas, ndalon pa pritmas, dhe ka stres, shpërqendrim në mënyrën se si jep makinës. Me Lukap, rezervimi është i garantuar, destinacioni është i qartë dhe fokusi i shoferit është 100% në rrugë. Sipas studimeve që kemi bërë me të dhënat dhe me diskutimet e bashkisë që kemi pasur, rikuperimi i këtij investimi bëhet brenda 16 ditëve dhe dita 17 është fitim neto për bashkinë. Avantazhet operacionale patjetër që janë të mëdha, është zero cost në mirëmbajtje software në vitin e parë që ofrojmë ne. Bllokuesi mbetet pronë e bashkisë, pra në rast se bashkia nuk vendos që të vazhdojë përpara me ne, bllokuesi mbetet pronë e bashkisë dhe kontrollon 100% çdo hapësirë fizike. Pra nuk ka nevojë me bashkia të nxjerrë policë që të shikojnë ti a ke parkuar apo s'ke parkuar. Në zonën që ne bëjmë pilotimin, ne e dimë që kushdo që ka parkuar ka një rezervim aktiv dhe rezervim që ti mund ta aksesosh nga dashboardi i bashkisë. Ne kemi lançuar, pra ju gjithë mund ta merrni dhe ta shkarkoni aplikacionin tani dhe të gjeni parkim Tiranë. Kemi mbi 1000 shofer aktiv që hyn të paktën një herë në aplikacion, 2000 poste private që janë si nga individ si nga dhe
komerciale, domethënë, poste parkimi komerciale. Gëzojmë të drejtën e autorit, të kemi hardware në proces patentimi që përmendë edhe çfarë nga DPPI-a. Jemi prezantuar në televizion, kemi marrë funding nga Startup Albania dhe nga Nomatech dhe jemi diskutime aktive me një VC në Kroaci që jemi një nga 8 nga 600 startupe që janë zgjedhur për këtë investim për 200.000 eurosh. Pyetja është si do të bëhet komunikimi i bllokuesit me aplikacionin apo me serverin. Pra nëpërmjet KMSR-s, nëpërmjet fibrave optike, pra bllokuesi lidhet me, domethënë bllokuesi nuk është i lidhur në zonën që është. Ai është thjesht një bllokues i nuk është i lidhur me internetin. Momentin që unë vi me telefon, unë e ha bllokuesin me anë të Bluetooth Low Energy dhe telefoni pastaj bën komunikimin me serverin. Bllokuesi është standard fare. Por megjithatë do një infrastrukturë të paktën për ta lidhur me energji elektrike. Është me bateri. Me bateri. Krijimi i kësaj helmete do të ndihmoj për shkak se ka disa opsione që jo të gjitha helmetat e zakonshme i kanë këto. Si për shembull është moduli Global System Monitoration Mobile Communication, që dërgon një sinjal automatik emergjent, i krijuar nga një mikroprocesor me fuqi të ulët, dhe shërben që të dërgoj në shumë pak sekonda, të dërgoj te numrat emergjent, të dërgoj direkt një sinjalizim. Qëllimi i këtij projekti është ndërtimi një prototipi funksional të helmetës inteligjente, rritja në sigurinë rrugore dhe parandalimi i aksidenteve, mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe përdorimi i teknologjisë të edukimi i përgjegjësive qytetare. Unë jam Izabela, studioj në Universitetin Polis dhe para jush do prezantoj projektin stacioni autobusit Smart. Kam vendosur të zgjedh Beratin, i cili është me sloganin Berati gjithmonë në kohë. Pse kam zgjedh Beratin? Si çdo qytet, Berati përballet me sfidat e orareve, të cilat janë jo efikase dhe mungesës së informacionit në kohë reale. Është qytet turistik, kështu që besoj se është një must për të gjithë turistët dhe personat që jetojnë në Berat. Transporti publik smart redukton nevojën për makina private, duke ulur ndjeshëm emetimet e karbonit dhe zhurmën, element thelbësor për një qytet turistik. Cili është vizioni? Vizioni ynë është të krijojmë një rrjet transporti pa vonesa, të lidhur plotësisht me stacione multifunksionale të cilat ofrojnë komoditet dhe asistencë 24/7. Projekti i stacioneve të autobusëve Smart është hapi i parë drejt Beratit një Smart City. Misioni është të transformojmë transportin publik të Beratit me një shërbim inteligjent dhe të qëndrueshëm, duke ofruar një informacion inteligjent të qëndrueshëm, duke ofruar një informacion në kohë reale dhe infrastrukturë të sigurt për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe për të mbështetur zhvillimin e tij. Linja pilot që është zgjedhur është Berati dhe linja Uznov Agjenci Kombinat Uznov. Kjo linjë është e gjatë me kilometra 11.5, parashikohet që të vendosen 20 stacione të reja Smart dhe frekuenca e synuar është 10 minuta. Ka 3 komponent ky projekt. Komponenti i parë është aplikacioni mobile, i cili ka funksionalitet për pasagerët, vendodhjen live, parashikimet e mbërritjes, njoftimet për vonesat, harta interaktive, optimizimi i rrugës, sistemi sugjeron rrugët më të shkurtra, më efikase duke përfshirë kohën totale për të përllogaritur mbërritjen e distancionit përfundimtar. Ka njoftime të personalizuara, komunitetet e shërbimit, të cilat janë njoftime direkte për ndryshimet e orareve, probleme teknika apo festa. Historiku i udhëtimeve, pasagerët mund të aksesojnë udhëtimet e fundit të referencuara. Platforma e webit, kjo platformë siguron që bashkia të ketë kontroll të plot dhe të bazohet në data driven, të dhëna që ata mund t'i aksesojnë direkt në këtë platformë web. Krijohet me username administrativ, ku secili do ketë username dhe passwordin e vet, ku mund të aksesojë çdo gjë në platformë. Sistemet gjenerojnë raportet për distancat e përshkruara, numrin e pasagerëve, kohën e ndalimit në stacione, duke matur efikasitetin operativ. Modifikimi i orareve, mundësia për të krijuar, modifikuar dhe testuar orare të reja,
optimizimi i rrugëve, sistemi siguron të dhëna për të zgjedhur rrugë pa trafik, duke sugjeruar ndryshime të mundshme që lejohen në bazë të stacioneve që është vendosur kjo linjë. Të dhëna mbi performancën mesatare të linjave, kohët e mbërritjes, incidente teknike. Informacione të detajuar mbi shpërndarjen e pasagjerëve në linja, duke ndihmuar administratorët të shpërndajnë autobusët aty ku kanë më shumë nevojë. Përdorimi i teknologjisë nga shoferët. Platforma e shoferit e instaluar brenda autobusit shërben si një mjet kritik për navigimin dhe komunikimin në kohë reale të kontrollit të pasagjerëve. Hartë optimizuar, qasje në hartën më të mirë dhe të përditësuar të rrugës. Konfirmimi i ndalesës, shoferi shënon ardhjen dhe largimin në çdo stacion. Ky veprim përditëson menjëherë kohën e mbërritjes për pasagjerët në aplikacionin mobil dhe në ekranet e stacionit. Raportim problemesh, mundësia për të raportuar me shpejtësi çdo defekt teknik të autobusit dhe problemet që lidhen me linjën, duke njoftuar menjëherë stafin e menaxhimit për ndërhyrje. Stacionet smart, kjo është një preview se si mund të duken ato. Burimi kryesor është panelet diellore për të furnizuar të gjithë komponentët, routerin, ekranin, dritat, USB-t, ruajtja e energjisë, energjia e tepër ruhet në një bateri të menaxhuar nga një kontrollues ngarkese. Monitorimi i performancës, stafi ka akses në një distancë për të monitoruar statusin dhe efikasitetin e baterisë në panelin diellor. Aftësia 4G që mundëson funksionimin e plot jashtë rrjetit kablor. Kjo është një preview e ekraneve digjitale. Do të vendosen tek stacionet e autobusit, janë të lidhur me një media player, ku mund të vendosen gjitha informacionet e orareve të detajuara, i cila është lidhur me një router me kartë SIM që bën të mundur këtë lidhjen me internet në sistem. Blok skema brenda në autobus, mund të shihni që ka kamera, ka një terminal biletash, ka një router gjithashtu që është i pajisur me kartë SIM për të bërë lidhjen e platformave në kohë reale. Jam Konstanca, vi nga Korça, do prezantoj aplikacionin RoadSense AI, e cili lidh teknologjinë e transformimit të monitorimit të rrugëve në Shqipëri. Unë do ndalem shkurtimisht e disa statistika, të cilat lidhen me Institutin e Statistikave të Shqipërisë, ku pjesa e aksidenteve të Shqipërisë, më saktë, një rritje e numrit të aksidenteve në Shqipëri rreth 27.4% është shkaktuar nga kushtet jo të favorshme të rrugës. Kushtet jo të favorshme të rrugës do të përmendja një infrastrukturë jo të mirë, ku do të përmendja deformime të rrugës dhe gropa të rrugës. Në bazë të aplikacionit, duke përdorur sensorët e giroskopit ose girometrit dhe akselerometrit, këto sensor mbledhin të dhëna në kohë reale për ndryshimet në kënd e pozicionin gjatë ngasjes. Këto sensor, giroskopi dhe akselerometri, sensorët regjistrojnë ndryshimet në orientimin dhe pozicionin e telefonit në kohë reale. Ky aplikacion do të shkarkohet në telefon dhe nga telefoni, duke përdorur sensorët si përmenda që ishin girometri dhe akselerometri, këto sensorë do të bëjnë të mundur deformimet, të kapin deformimet në rrugë. Këto gropa, deformime qoftë horizontale të rrugës dhe nëpërmjet këtij sensori kapen ato deformime dhe direkt çohen tek Ministria e Infrastrukturës. Kjo Ministria e Infrastrukturës do të bëjë të mundur gjithashtu që të gjitha detektimet që bëhen nga aplikacioni të mblidhen të dhënat, të vëzhgohen, të shikohen më saktë, të grumbullohen të dhënat në bazë të specialistëve që ka dhe Ministria e Infrastrukturës dhe më pas këto të dhëna në bazë të se cilit person përgjegjës i cili ka grumbulluar të dhënat të dërgohen inspektorët tek ajo rrugë që ka deformime ose gropa në mënyrë që të zgjidhet edhe problemi. Bëhet shumë e thjeshtë me shkarkimin e aplikacionit. Aplikacioni unë kam mundur të bëj edhe një screen record të aplikacionit, sepse aplikacioni është akoma si link, nuk është lançuar akoma në App Store ose në Play Store, tek platformat e nevojshme. Këtu kemi një rol kyç të të dhënave, si ndihmojnë Ministrinë e Infrastrukturës, dhe më pas ky është aplikacioni. Kemi këtu një përmbledhje që bëhet një real time detection. Në kohë reale mblidhen këto të dhënat, funksionon në bazë të vizualizimit të gjithë të dhënave. Më pas kemi hartën në kohë reale, merr leje më saktë për të
përdorur akselerometri dhe giroskopin në aplikacion. Celulari vendoset në një vend të shesht tek makina. Më pas këtu kemi artën, dhe në momenti që rrota e makinës kalon tek një grop ose një deformim i rrugës, atëherë do të bëjë të mundur që ky aplikacion të detektojmë në bazë të pikave. Pikat janë në bazë të ngjyrës, sipas rëndësisë. Ngjyra e shile tregon një rrezikshmëri të ulët të aksidenteve ose një grop jo shumë të madh, një deformim jo shumë të madh të rrugës, ku pikat e kuqe tregojnë një high intensity, do të thonë një intensitet më të lartë të rrugës, një rrezikshmëri më të lartë të rrugës. Pikat portokalli janë një rrezik mesatar i rrugës. Këto të dhëna siç e përmenda dërgohen në kohë reale dhe më pas bëhet një verifikim, një mbledhje të dhënave nga e gjitha këto të dhënat që i kalojnë Ministrinë së Infrastrukturës dhe në bazë të inspektorëve do të bëjnë të mundur që të shikojnë problemin në kohë reale, të shkojnë tek vendodhja dhe më pas pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës si e si të problemin. Urime për adresimin e një problemi që është pak kompleks për të zgjidhur. Ne patëm një ide të ngjashme tek Gjenerata e Inovacionit, madje kemi marrë në punë atë djalin që e rekomandoj. Dhe kemi, do të thënë, ai kishte the work të pjesën e dytë, ku regjistrohet informacioni, pastaj kalon te ministria, ministria ka një aplikim në të cilin bën menaxhimin e kësaj field service. Por problemi ishte kjo, si të zgjidhet marrja edhe po diskutonim edhe tani, si të zgjidhet marrja e informacionit ku është problemi në rrugë. Dhe kam një pyetje. Në qoftë se makina nuk kalon në grop, se një makinë do ta devijojë atë gropën, nuk do kaloj nëpërmjet gropës. Atëherë si do kapet ky lloj informacioni? Tani, shoferi në këtë rast pretendohet që të jetë korrekt dhe i drejtë në rrugë. Tani, rruga, në qoftë se ne po flasim për një autostrad, praktikisht aty nuk është se do ketë një grop ose një deformim shumë të madh të rrugës. Unë në bazë edhe të statistikave që kisha mbledhur, këto probleme ishin kryesisht në rrugët lokale, kur janë të ngushta dhe nuk ke shumë mundësi për të shmangur gropën, sepse janë rrugë lokale të ngushta. Problemi jo se nuk qëndronte te rrugët interurbane dhe urbane kryesore, po tek rrugët lokale ishte më i shpeshtë. Tek rrugët lokale është vështirësi shmangja e gropës. Dhe për këtë arsye ndodh ai deformimi ose përkulja e rrotës dhe të ketë lëvizje majtas djathtas ose para mbrapa. Më pas në bazë të intensitetit të gropës, varet edhe nga se sa intensive do jetë edhe marrja nga sensori, marrja e problemit në këtë rast, që është high intensity, që është me pikë të kuqe ose mund të jetë një grop e vogël. Nëse shoferi zgjedh ta shmangë dhe mos e prek tamam gropën, atëherë kjo do të pulsoj me një shenjë të verdhë që gropa mund të jetë në një nivel jo shumë të lartë, me një nivel mesatar rrezikshmëria. Përshëndetje, unë jam Wendy Moço dhe sot unë dhe grupi im kemi ardhur të prezantojmë projektin Smart Drive EDU ose ndryshe Smart Drive Education. Projekti ynë është një projekt inovativ i cili ka për qëllim përmirësimin e transportit dhe sigurisë rrugore, jo vetëm në rrugët e Tiranës që ne kemi marrë në studim, por në rrugët e të gjitha qyteteve të Shqipërisë në mbar vendin tonë. Smart Drive EDU, siç e thash, është një aplikacion inovativ i cili bën dhe kombinimin e teknologjive më të avancuara, bën kombinimin e inteligjencës zanore dhe edukimit për të gjithë përdoruesit, duke filluar nga grup moshat më të vogla që mund të jenë fëmijët në moshën e hershme, klasat e para dhe të dyta, dhe arsyen sepse do ta zbulojmë në vazhdim, e deri tek përdoruesit që janë shoferët, që janë dhe përdoruesit më të shumtë, le të themi, në numër të këtij aplikacioni, dhe ata që, si thua, janë përgjegjësit kryesor të sigurisë rrugore. Problemet, ne konstatuam disa probleme, dhe problemet kryesore ishte shkelja e rregullave nga pakujdesia, ishte mungesa e edukimit të standardizuar rrugor, pra me këtë nënkuptojmë mungesën e edukimit dhe leksioneve të standardizuara në autoshkollat e ndryshme, dhe mund kemi ndonjëherë për plasin e leksioneve të ndryshme, dhe në testet e praktikës më pas kjo ndikon, sepse thonë nxënësit që diku i kemi marrë tema ndryshe, diku ndryshe. Kemi aksidentet për shkak të shpërqendrimit, kryesisht shkaku kryesor i shpërqendrimit është telefoni dhe përdorimi i telefonit kur jemi duke gar automjetet të ndryshme, jo vetëm makinat, është mungesa e mjeteve moderne në autoshkolla. Pra autoshkollat janë akoma me ato metoda tradicionale, por nuk mendoj se kanë bërë një përparim për të përshtatur më shumë drejtuesve modern dhe brezit të ri që po vjen. Dhe si thua, mësimi për ta është
le të themi i mërzitshëm dhe nuk e shikojnë aq interaktiv, dhe edukimi i kufizuar i fëmijëve në moshën e hershme. Në qoftë se ne kërkojmë siguri rrugore për të ardhmen, duhet të fillojmë edukimin jo vetëm nga brezat që janë shoferët aktualisht, por duhet të fillojmë edukimin që nga brezat e hershëm. Atëherë, zgjidhjet që ne propozojmë janë asistenca zanore për shoferët, mësime digjitale në një program të vetëm, pra dhe të jenë mësimet e njëjta për të gjithë, edukimi interaktiv për fëmijët, paralajmërimet në kohë reale dhe çmime të ndryshme, shpërblime të ndryshme për t'i motivuar. Si synojmë ne ta bëjmë këtë? Ky synimi jon ka qenë t'i përmbledhim të gjitha këto zgjidhje me një aplikacion që të jetë më efikas dhe më ndërveprues për të gjitha grup moshat. Aplikacioni që ne kemi ndërtuar është Smart Drive Edu. Si fillim tani është në formën e një webi, që do ta shikojmë edhe më vonë pasi mund ta skanoni, por synimi im kryesor është ta kalojmë më vonë edhe në formën e një aplikacioni mobile. Smart Drive Edu ka 3 pjesë kryesore, është asistenti zanor. Asistenti zanor kryesisht do të shërbejë shoferëve të ndryshëm të automjeteve. Ai do të përdori të dhëna në kohë reale nga GPS dhe sensorët e telefonit për të dhënë paralajmërime të ndryshme. Paralajmërimet mund të jenë të tipit që kalohet limiti i shpejtësisë, duhet të vendosi rripin e sigurimit, përpara ka një rrugë të rrëshqitshme ose një rrugë me gropa e tjerë, që këto merren në kohë reale dhe nga GPS-i, por do të kemi dhe funksione të tjera praktike, siç mund të jetë një asistent virtual i cili me anë të komandave zanore bën të mundur dërgimin e mesazheve, bën të mundur dërgimin e nevojave të ndryshme që mund të ketë shoferi, për të ndihmuar dhe ata që mos shkëputin fokusin e tyre nga rruga, por ta kenë një mënyrë më të lehtë. Po ashtu komanda të tjera janë dhe rikujtesa e shoferëve për ndryshimet e vajt, ndryshimet e gomave, funksionet e tjera të makinës. Më pas, këto janë dhe disa nga funksionet shtesë. Më pas kemi pjesën e dytë që është moduli edukativ për autoshkollat. Te ky modul nxënësit e autoshkollave mund të gjejnë leksione të ndryshme të standardizuara për të gjithë. Aty kanë po ashtu dhe kanë pyetje të ndryshme, kanë quize të ndryshme ku ata mund të testojnë veten dhe në anë të këtyre quizeve mund ta testojnë veten para se të shkojnë në provim dhe është një metodë më e mirë për të mësuar. Po ashtu ata do të kenë dhe njoftime reale për datat e provimeve dhe kur të jenë në orët e praktikës, ata kanë edhe metoda të ndryshme se si mund të praktikojnë, pra kanë një asistent zanor i cili i thot se si të parkojnë në këtë rast ose se çfarë duhet të bëj kur janë në orët e praktikës. Pjesa e tretë e aplikacionit ton janë lërat edukative për fëmijët. Në qoftë se ne kërkojmë një siguri të transportit për të ardhmen, ne duhet fillojmë edukimin që nga brezat e hershëm. Dhe i vendos fokusin brezave të hershëm sepse ne mund ta duken si më pak të prekurit, fëmijët mund ta duken si ata që janë më të sigurt në rrugë, por në fakt ata me sjelljet e tyre që në këtë moshë fillojnë të formojnë karakterin e tyre se si do të sillen si fillim si këmbësor, si përdorues të biçikletave e më vonë si shofer të ardhmes. Unë jam Bjordi Alleshi, nxënës i shkollës Hasan Dervish Gina në Lushnjë dhe jam këtu të prezantoj projektin ton Kaska Altek. Në ditën e sotme siguria rrugore për drejtuesit e motocikletave është bërë një ndër shqetësimet më të mëdha, për arsye sepse një nuk i përdorin, dy ata konsumojnë alkool ose janë të përgjumësh edhe prapë vazhdojnë edhe japin mjeteve. Për të reduktuar këtë rreziqe ne kemi zhvilluar madje edhe një prototip të kaskës, e cila që është funksionale për parandalimin e këtyre rreziqeve edhe incidenteve që mund të shkojnë në fatalitet. Atëherë si do të funksionojë ndërtimi i këtij projekti? Ne kemi ndërtuar duke përdorur Arduino Uno, i cili është truri edhe duke marrë të dhëna nga sensorët që ne kemi përdorur. Atëherë kjo kas do marrë të dhënat nga përdoruesi, domethënë nëse ai është i përgjumur, nëse ai ka konsumuar alkool, edhe në bazë të dhënave, nëse ai ka konsumuar alkool, motori nuk ndes fare për arsye të dy pjesëve që janë një tek kaska dhe një tek motori. Dy pjesë kryesore janë njësia transmetuese e vendosur në kask, ku është demonstruar dhe në foto, dhe njësia marrëse e vendosur në motor, ku një pjesë i merr të dhënat dhe i transmeton, pjesa marrëse pastaj i merr dhe zbaton në motor. Njësia transmetuese në kask, kjo është pjesë e projektit që ne kemi vendosur në kask me sensor inteligjent që marrin të dhëna,
për të zbuluar atë dhe transmetoj në kohë reale të dhënat. Në kask kemi vendosur sensor, kryesor që janë infrared për syrin edhe vendosin e kaskës. Ne nuk kemi motocikletën që ta bënim lidhjen e receiverit dhe prandaj kam marrë me vete një power bank, bateri domethënë dhe fishin për të ndezur Arduino. Ndërsa pjesa e kaskës me transmiterin e ka direkt, kemi montuar në kask dhe ndizet direkt. Tani ne mund të testojmë se alkool nuk kemi me vete. Që ta tregojmë. Sepse nuk lejohet. E kemi testuar dhe nëse mund ta shikoni është këtu moduli i alkoolit, ndodhet direkt para frymarrjes që ndodh dhe madje e ndjen direkt, ne e kemi testuar me një kapak të një shishe rakie. Jo, raki nuk e ose ta sprucojnë fare, thjesht kapakun që ka marrë erën e saj dhe e ka ndjer direkt. Dhe e mban diku te 10-15 sekonda. Nuk e heq direkt. Këtu kemi modulet infrared, të cilët për veshjen, nëse kaska është vënë apo jo, të cilët do bëjnë të mundur ndalimin dhe mos funksionimin e motorit, nëse kaska nuk është vënë, dhe të fërgjumjes, i cili ndodhet këtu pa prishur vizionin e shikueshmërinë e drejtuesit. Dhe në pjesën kur drejtuesi do të mbylli syt, kjo jep thjesht një sinjal të vogël. Nëse ai mban mbyllur për një kohë gjatë, ajo e çon sinjalin këtu dhe kjo do të bëjë një bip të madhe dhe do bëj frenimin gradual. Testimin e keni bërë me dikë që është i ulur në motor apo e keni bërë vetëm kështu jashtë? Jo, testimin në motor nuk e kemi bërë. Ta filloni ta bëni ashtu. Do ta bënim po nëse do kishim motocikletën do ta montonim, se ndryshe nuk kemi si ta bëjmë. Sa është distanca e transmetimit të dy pajisjeve? Distanca me këto module që ne kemi nuk është shumë, por është diku tek një pjesë, mund të jetë diku te 1 metër, 2 metra. Distancë që për një motocikletë është normale, sepse ti nuk mund ta marrësh kokoren dhe ta çosh me vete, të shkosh duke bler diçka në market ose në dyqan dhe ta marrësh kokoren me vete kur je në motor. Sa është mund të interferenca nga pajisjet? Interferenca varet nga modulet dhe nga sa të mirë janë ato për shembull me modulet që ne kemi tani, ne kemi me fondet të shkollës tonë. Dhe nuk është se kemi marrë më të mirat. Pra ju keni testuar në le të themi në ambient laboratori? Po, në laboratorin e shkollës. Nëpërmjet një celulari afër, pajisjes nuk ka interferencë. Jo, fare. Nëpërmjet telefonave, madje dhe telefonat kemi pasur të lidhur me Bluetooth me njëri tjetrin dhe me Bluetooth hapur, ka pas dhe 12 kompjutra të tjerë, ka qenë dhe routeri brenda në laborator dhe nuk ka pasur fare interferencë. Bravo. Shumë faleminderit. Dua të përgëzoj të gjithë pjesëtarët dhe paçka edhe ata që nuk do marrin vendin në podium pra tre fituesit. Dua t'i përgëzoj për gjithë pasionin dhe për kushtimin që kanë investuar në këtë projekt dhe që të avancojnë në zhvillimin e ideve të tyre. Për transparencë, Komisioni ka dhënë vlerësimet e tyre në bazë të, le të themi, 3 variabla, pra 3 faktorë, të cilët janë prezantimi, realizueshmëria e propozimit, pra idenë që ju keni përcjellë këtu sot, impakti ose efektiviteti i zgjidhjes që imponon në një fushë të caktuar, si dhe faza e zhvillimit të projektit. Secili pjesëtar i këtij komisioni ka dhënë vlerësimin e tij nga 0 deri në 5 pikë për secilin nga këto variabla, pra këto faktorë. Ndërkohë tani dua të shpall edhe fituesit e këtij konkursi. E nisim me podiumin, pra me pozicionin e 3. Përshëndetje. Gjej rastin që
përgëzoj dëshpëtorën për organizimin e këtij eventi, ashtu si kundër dhe të gjithë pjesëmarrësit me idetë e tyre. Paralelisht, do doja të thoja dhe atë fjalën që të gjithë jeni të fituar, pra askush sot nuk humbet, pasi janë ju me shumë kurajo prezantuar përballë gjithë këtij paneli dhe gjithë kësaj audience mes profesionistësh. Kështu që unë do lexoj fituesin e vendit të tretë, që janë pjesë fosforshente. Pas 10 konkursesh të tilla, unë e di shumë mirë angthin që përjetohet, vendi i dytë, Luka Parking. Dhe tani momenti i shumë pritur, çmimi i parë. Ftoj në skenë drejtori i përgjithshëm e DPSHTR-s zoti Kreshnik Bajraktari së bashku me Gjovalin Lala nga Tirana Bank për çmimin e parë. Atëherë, nderin që të ndaj pa do dorëzoj çmimin e parë të edicionit të dytë të këtij konkursi, transport, inovacion dhe siguri, i cili zhvillohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, i cili nuk do ndalet vetëm me këtë edicion, por do të vijojë edhe në vitet e ardhshme dhe në vijim. Kështu që edhe një herë pra çmimin e parë të këtij konkursi e merr Kaska Alptek. Helmeta ishte dhe ideja fituese e këtij konkursi. Si u ndjeve në momentin kur të dorëzuan çmimin e madh? Në momentin se unë kur erdha këtu erdha me synimin që do merrja një nga 3 çmimet. Jo ekipi im sa. Nuk është se isha vetëm unë pjesë dhe e bëra vetëm unë. Ne erdhëm me synimin që do merrnim se s'bën një nga 3 çmimet që sugjerohen në konkurs. Tani kur morëm çmimin e parë, tash u kuptuam u gëzuam tar pjesë sepse u dha çmimi i tretë, se u dha çmimi i tretë, mendojmë se do merrnin çmimin e dytë. U dha dhe çmimi i dytë, pastaj ishte ai pjesa e ankthit që mendojmë që do marrim çmim apo jo. Po. Do mendojmë se mundi, jo na iku kot, po nuk është se u vlerësuam aq sa donim. Dhe pastaj kur thanë për çmimin e tretë që thanë titullin Kaska Alptek, që ishte projekti jonë, aty u gëzuam tej mase. Siç është dukur dhe nga kamerat e tjera, u gëzuam, bërtitëm. Ndihesh i motivuar tani për ta çuar më tej këtë projekt, pra për të mos sa lënë me kaq, po ndoshta për ta kthyer edhe në një ide biznesi, ndoshta? Sigurisht. Çfarë hapash më tej mendon të ndërmarrësh? Hapat e mëtejshëm, sidomos do të jetë pjesa e kabëve dhe fijeve dhe montimi i saj. Nuk do të jetë kaq, sepse ne e bëjmë në kushte shkolle, laboratorit shkollës. Nuk është se ne e bëjmë që ta merrnim për shitje dhe për vazhdim kompanije. Si fillim do jetë shkurtimi dhe mbledhja e komponentëve që janë vend në helmet. Pastaj do jetë pjesa e motorit, do marrim një motociklet dhe do ta montojmë, sepse për momentin nuk është se e kemi montuar dhe ta kemi testuar në një motociklet të vërtetë. Thjesht kemi pjesën modulin që montohet në motociklet, por nuk është se e kemi montuar në një motociklet. E kemi testuar lidhjen midis kaskës dhe modulit tjetër, janë shumë në rregull gjitha, por nuk është se e kemi testuar Sa kohë ju është dashur të realizoni këtë projekt? Neve kam qenë unë, bashkë me shoqën tjetër dhe na ndashur 2 ditë. 2 ditë? 2 ditë. E keni pasur si ide, ose keni parë diçka të ngjashme diku tjetër, apo? Po, ishte momenti që ne morëm vesh që ishte konkursi, që na thanë për konkursin këtu. Dhe ishte momenti që ne ishim duke menduar, duke parë në internet që ide. Duke parë ide, duke parë dhe na doli një video interesante,
ideali me kokorin e tij. Që bën edhe pam që bënte mundur ndalimin e motorit. Dhe kuriozitetin ashtu që ta shikoni pse ndalonte motorin. Dhe më pas, siç e pam aty, kishte sensor alkooli dhe sensorin e kaskës, që është e vënë apo jo. Dhe më pas e morëm idenë e tij, rregulluam vetë që i shtuam dhe sensorin e përgjumjes, dhe më pas doli kaska që është në. Shumë faleminderit dhe uroj që të ecë edhe më përpara ky projekt. Shumë faleminderit. Ishin këto idet inovative të sjella nga të rinjt, nga gjimnazistë, por edhe studentë universiteteve, të cilat padyshim që do të jenë edhe në fokus e ndoshta mund të aplikohen një ditë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për episodin e sotëm. Ju le sërish takim të premten e ardhshme në orën 20.